Na ndajmë vetëm 2 nga protesta e paralajmëruar e studentëve shqiptar lidhur me kërkesën që provimi i jurisprudencës të mundësohet edhe në gjuhën shqipe. Përmes një video mesazhi, studentët u bëjnë thirrje qytetarëve, profesorëve dhe studentëve që të bashkohen protestës së paralajmëruar më 18 maj në Shkup me moton "Bashkohuni me studentët, të gjithë një zëri". Sipas tyre, protesta ka për qëllim mbrojtjen e gjuhës shqipe, dinjitetit dhe respektimin e kushtetutës e ligjeve. Të dashur student nga Shqipëria, Kosova dhe të gjithë studentët shqiptar anë mban botës. Sot, studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut kanë nevojë për zërin dhe solidaritetin tuaj. Kjo protestë është për mbrojtjen e gjuhës shqipe, dinjitetit dhe të drejtave tona të barabarta si qytetar. Gjuha shqipe nuk është vetëm mjet komunikimi, por është pjesë e identitetit dhe një amanet që nuk negociohet. Na mbështetni, shpërndajeni zërin ton dhe ejani në krah të studentëve. Protesta e studentëve ka marrë për masa të mëdha edhe në rajon. Në mbështetje të tyre kanë dalë figura të ndryshme politike, akademike dhe kulturore në hapësirat shqiptare. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me mesazh se Kosova do të jetë gjithmonë për krah studentëve. Shumë shpejt studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut organizojnë edhe një protestë për ta mbrojtur gjuhën shqipe, për ta mbrojtur të drejtën e tyre në arsim dhe të drejtat e tyre. Më lejoni që nga këtu, nga Vitia, t'ju jap përkrahjen tonë të plot për këtë protestë. Do t'jemi me ta deri në fund, do t'jemi me ta në mbrojtjen e paprekshmërisë të drejtave të cilat ata i kanë fituar në procese ndërkombëtare, në procese shtetformuese. Ne si Kosovë asnjëherë nuk duhet të përzihemi në çështje partijake në Maqedoni të Veriut, por nuk do të lejojmë asnjëherë që të drejtat e shqiptarëve atje të cenohen. Në përkrahje doli edhe ministri i administratës publike në Malinezi Marash Dukaj. Sipas tij, studentët nuk po kërkojnë privilegje, por të drejtën themelore për të mësuar dhe për të vlerësuar në gjuhën amtare. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut nuk po kërkojnë privilegje, por një të drejtë themelore të mësojnë dhe të vlerësohen në gjuhën e tyre amtare. Edhe prefekti i Tiranës Shkëlqim Hajdari në rrjetin social Facebook shkroi: "Të bashkohemi me studentët e Shkupit, të mbrojmë gjuhën shqipe dhe identitetin tonë kombëtar." Tifozët kuqezit të kombëtarës shqiptare dhe tifogrupi Plisat nga Prishtina kanë konfirmuar zyrtarisht mbështetjen e tyre për protestën. Ish kapiteni i kombëtarës shqiptare të futbollit Lori Kcana, duke përkrahur studentët, thotë se gjuha është shtyllë e identitetit kombëtar dhe se mohimi i saj nuk kupton mohim të barazisë dhe të drejtave themelore. Në mbështetje të studentëve dolën edhe shumë figura të tjera nga vendi dhe jashtë.